Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahu jalla wa ala falenderojm. Salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam I dërgojm, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasoj. Ta bëjmë një përsëritje? Abdurrahman, ku kena mbet? Po pse thave po? Kena mbet ku? Afata. Hudejbije. Apo? Dhe thamë që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me sa burra ish nis për numre? 1400 burra. Edhe këto 1400 burrat përfunduan në një vend të afër Mekës që quhet Hudejbije dhe I cili ishte në kufi të haremit të Mekës. Për shkak se, sikurse e dini, Allahu xhelle xhelalu e paturdhruar Ibrahimin alayhis salam që t'i vendos Mekës kufi, që quhet haram. Prej fjalës haram. Apo? Që tregon, ky kufi tregon shenjtërinë e Mekës dhe se ajo që është jashta kufinit nuk I ngjan asaj që është brenda kufinit. E Hudejbia ishte në kufit e haremit. Kështu që pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam do të stacionohet, do me thonë do të bëj kampin e xhamatit të tij në krye të 1400 burrave në Hudejbie dhe treguam që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam do të shkon tek një bunar ose pus tek I cili ujti ishte tharë dhe që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam do të futë çfarë në bunar? Një shigjet ose një shtiz prej shtizave të tija, prej shigjetave të tija dhe pastaj bunari ose pusi do të filloj që të gurgulloj ujë prej tij dhe sahabët mbushin ujë. Mirë po, duket në hadithet ndryshme se pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam mu'gjizën e shtimit të ujit dhe të ushqimit në Hudejbie nuk do ta bëjë një herë. Do ta bëjë më shumë se një herë. Dhe gjithmonë kur tek sahabët ka ndodhur një krizë në të cilën sahabët kanë dhënë shumë sakrificë për diçka. Për shembull, në betejën e Ahzabit ose betejën e Hendekut, sahabët patën sakrifikuar aq shumë, si në aspekt financiar, si në aspekt fizik, si në aspekt psiqik, për shkak se beteja e Hendekut, sikur se kemi mësuar, ishte betejë psiqike më shumë se sa që ishte betejë ushtarake, luftarake. Kështu që në betejën e Ahzabit, pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam do të bëj disa mu'gjizate mrekullia përmes së cilëve ai do ta qetëson nefsin e sahabeve dhe do ta ngrit moralin e ushtrisë së tij. Njëjtën gjë do ta bëjë I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam në Hudejbie. Kur shkojnë në Hudejbie dhe sahabët nuk do të kenë ujë, I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam do ta bëjë mrekullinë e parë. Ajo është se kur shkojnë tek I bunar tek I cili ishte ujë, I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam do të fut shtizën e tij ose shigjetën e tij dhe do ta nxjerrë dhe do të fillon që del uji nga bunari, sikurse me qenë bunari I cili jep ujë gjithmonë. Por ama në hadithin e Xhabir ibn Abdillah thot pasi e falën drekën dhe erdhi koha I ikindis, shkuam tek I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam dhe ai filloi të përgatitej për namazin e ikindis. Dhe në namazin e ikindis në Hudejbie përmendëm çfarë konteksti? Bravo, për shkak të namazit të frikës. Kështu që thot filloi I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam të merr abdes, ose kishte një qirbe I thonë në gjuhën arabe. Kishte një enë me ujë e I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam don që të fillon të merr abdes dhe e sheh se sahabët e shikojnë ujin e tij, e tha I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam çfarë keni? Tha ja Rasulullah, nuk kina më ujë, vetë që kjo është pi ujit. E kina pi ujin, se kur kena ardh të etshëm. Sa ata janë nis drejt Mekës, në Mekë ka ujë. Kështu që nuk kanë mbart me vete shumë ujë. Dhe rrugtimi, nëse ju kujtohet deri në Hudejbie ishte I lehtë apo I rëndë? I shumë I rëndë. Nga se ata zgjodhen një rrugë e cila ishte rrugë e vështirë, nuk ishte rrugë e rëndomt nga e cila udhtonin udhëtarët. Kështu që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam do ta sheh nevojën e sahabëve për ujë dhe për s'dyti herë ose për s'treti herë I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam do ta bëj një prej mu'gjizave të tij me ndihmën e Allahut te bareke ve teala, ajo se ai do të futë duart e tija në enën dhe thotë Xhabir ibn Abdillah e shikoja ujin se si del mes gishtave të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam sikur me qenë gishtat e tij burim prej burimeve të ujit.
Kështu që thot të gjithë mbushën ujë dhe të gjithë morën abdes, e tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, e janë për abdes. Kit 1400 burra i ka thirr. E janë për abdes nga se bereqeti është nga Allahu. Nuk e bëj unë këtë. Nga se bereqeti është nga Allahu. Dhe një prej karakteristikave të pejgamberëve të Allahut është se sa herë që ata kanë qenë shkak i ndodhisë një mrekullie, këtë mrekullia kanë përshkruar Allahut, nuk ja kanë përshkruar vetës tyre. Andaj nuk ka thonë eja, dini se unë jam pejgamberi Allahut, shikoni çfarë mundi të bëj. Ka thonë eja ni merrni abdest nga se bereqeti është prej Allahut. Tha Gjabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, dhe fillova të pi dhe vazhdova të pi sa të mundi, sepse e disha se kjo është bereqet. Nga se i dërguari Allahut sa tha bereqeti është prej Allahut, dhe uji buronte prej gishtave të tij alayhi salatu wasalam. Kur u pyet Xhabiri, i tha sa burra ishi, tha ishim 1400 burra. Çështja e dytë e cila ndodhi në këtë ditë ose ditën në vijim është se përpara kohës sabahut do të thret ezani për ta falë namazin e sabahut. Do me thonë do të hyjë nata dhe i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam do të urdhnon që kampi të jetë aty dhe diku para sabahut do të fillon të bjen shi. E pejgamberi Allahut sallallahu do ta urdhëron muezinin e tij që kur ta thret ezanin dhe thot hayya ala salah, thot sallu fi rihalikum, faluni në për tendat tua, faluni në për kampet tua, secili në vendin e tij. Dhe kjo është një formë e lehtësimit e cila është transmetuar disa herë nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që do të thret muezini dhe do t'ju thot nuk do t'i thret ato hayya ala salah dhe hayya ala falah, po do t'ju thot atyre sallu fi rihalikum, faluni në për tendat tua. Dhe pasi ta kishin fal namazin e sabahut, është transmetuar nga Zeid ibn Khalidin el-Juhani radhiyallahu ta'ala, i cili ishte mesin e një xhamati të vogël, i cili ishte fal me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam atë sabah, nga se shumica e ushtrisë secili ishte fal në tendën e tij. E Zeidi radhiyallahu ta'ala anhu ishte prej atyre të cilët ishin fal me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam. Dhe pasi thotë krytëm namazin me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi Allahut: a e dini çfarë ka thënë Zoti juaj? I tham Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe i dërguari i tij e din. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu jalla jalaluhu: innahu qad asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Me të vërtet, prej robërve të mi sot, ka gdhi besimtar në mua në Allahun dhe qafir në Allahun. Me të vërtet, prej robërve të mi, prej njerëzve, ka që ka gdhi besimtar në Allahun dhe qafir në Allahun. Tha ai cili ka thonë, mutirna bi rahmetillahi wa fadlihi, fa huwa mu'minun bi. Ai që tha, na ka ardh shiu i Allahut me rahmetin, riskun dhe mirësinë e Allahut, ky është besimtar në Allahun. Ndërsa ai i cili tha, na ka ra shi për shkak të filan yllit dhe pozitës së filan yjeve, ky është besimtar në yje dhe është qafir në Allahun xhella xhelaluhu. E njëjta ideologji vazhdon sot e kësaj dite. Shumë për njerëzve i lidhin ndodhi të ndryshme në tokë për shkak të pozitave të ndryshme të yjeve në qiell. Që është më interesante, dikush thot, po pse vazhdoni ju t'i folni këto mesele kur këto mo janë zhduk? T'ishin zhduk nuk do kishim sot në për portalet tona sot e kësaj dite horoskopin. Nuk do kishim në për gazetat tona të lexuara sot e kësaj dite horoskopin. Hajse vitin e ardhshëm s'do të jetë kjo, s'do të ekziston, gjejmë njerëz cilët në për emisione vazhdojnë t'i flasin këto budallalli që sikur me qenë këto diçka të zbritur prej Allahu te barek o teala. E mjafton njeriu që të ndikohet vetëm pak dhe të mendoj dhe të konsideroj se pozita e yjeve ka ndikim në jetën e tij, që të hyjnë këtë fjalë të Allahu xhallahu ala. Ka gdhi sot njeriu një prej dy njerëzve, ja besimtar në Allahun, ja qafir në Allahun xhallahu ala, Allahu na ruaj. Kështu që sahabet na i kanë transmetuar këto gjëra ashtu siç u ka transmetuar i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam prej Allahu te bareke o taala. Pasi të gdhin atë ditë sahabet, kjo do të jetë dita e fillimit të negociatave mes pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam dhe mushrikëve të Qurayshve.
dhe këto negociata do të zgjasin vëllezër, dhe do të ketë disa epizode të negociatave, dhe ne do të ndalemi në disa prej skenave të këtyre negociatave. Shkaku është se ne jemi njoft me pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam në rrugtimet e tija, në davetin e tij, namazin e tij, mirëpo pak jemi ndalë në detaje rreth mënyrës së negocimit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam. Duke haruar që pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam ishte diplomat i nivelit të lartë. Duke haruar që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam merrte mësim diplomaci nga diplomatët më të mëdhej të Arabisë asaj kohe. Kështu që ai do të negocion me njerëzit më autoritativ në këtë rrafsh të jetës, në këtë fushë të jetës. Do të negocion me disa të cilët kanë diplomën e diplomacisë në Arabinë asaj kohe. Patën vizituar Cezarin, patën vizituar Kisran, patën vizituar Nejashijun, kanë vizituar fise të ndryshme të arabëve, njerëz të cilët i dishin protokolet e diplomacisë dhe negociatave. Dhe i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam do të fillon me episodin e parë, ajo është se tek ai do të vjen një grup i dërguar nga fisi Khuza'a. Për ta kuptuar pak, fisi Khuza'a nuk ishin aleat të Qurayshve. Fisi Khuza'a janë aleat të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mirë po fisi ishte i ndarë në gjysëm. Gjysat ishin besimtar dhe gjysat nuk ishin besimtar. Po të gjithë si fis aleancën e kishin me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e dinte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje kishte pa tek ata sinqeritet, tek besimtar dhe mos besimtarët e tyre, saqë sa herë kur kishte krizë, i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam merrte parasysh mendimin që vjente nga fisi El Khuza'a. Kështu që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam do të pranon delegacionin e parë. E ata do të jenë aleatët e tij, jo aleatët e palës së kundërt. Në krye me El Budejl ibn El Warqa, një njeri nga fisi Khuza'a, mendimin e së cilit pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e merrte shumë parasysh. Edhe do të ulet me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam dhe do të bisedon për këtë gjendje të re në të cilën kanë ra pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe mushrikët. E i thot ai pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam: "O Muhammed, unë i kam lënë filan fisin dhe filan fisin ka për qëllim Qurayshët dhe aleatet e tyre, i kam lënë përpara bunareve të Hudejbije, sepse Hudejbija nuk ka pat një bunar, por bunarët që kanë pat ujë para muslimanëve kanë ardhur Qurayshët. Kështu që muslimanët kur kanë shku tek uji, e kanë pa që Qurayshët janë mes tyre dhe ujit. Kështu që thot ki nga fisi Khuza'a: "O Muhammed alayhi salatu wasallam, unë i kam pa filan fisin. Ata janë stacionu përpara bunareve, do me thonë ju s'keni ujë. Ai nuk e din që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e dje është bën duart e tij mrekulli prej Allahut dhe sahabët kanë pi dhe kanë marrë abdes dhe janë pastruar. Megjithatë, ai thot për të funksionuar normalisht, ju duhet keni ujë. Nuk e dim sa do të qëndrojmë këtu." Thot i kanë pa ata se janë afër burimeve të Hudejbijes dhe me ta i kanë devet e tyre. Edhe me ta i kanë dvegjlit dhe grash shtatzane dhe ata kanë vendos që me luftë të pengojnë ty që ty ishtë Mekë. U kry punë, ata janë të vendosur që ti nuk ka mundësi ta bësh umrën. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tash do t'i tregon këtij budelit kushtet e tija për negocim. Edhe do t'jetë shumë i qartë. Mirë, po përpara se t'ja tregon këtij, a e ka diskutuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë gjë me sahabët? Ku? Po, e kush e dha mendimin që e mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Bravo. Ebu Bekri dha mendim dhe tha: "Ja Rasulallah, ne nuk jemi nis për luftë, po kush do që na lufton, ne do ta luftojmë. Ama ne të anojmë dhe të devijojmë nga plani i parë, ja. Ne do t'i qëndrojmë besnik planit të para, ajo shkojmë në umre, pa luftë, në mënyrë paqësore, po kush don që të na luftoj, ne s'kemi çara, atë duhet edhe ne ta luftojmë." E i thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam këtij njeriu: "Ne nuk kemi ardhur për të luftuar askënd, por kemi ardhur për kryer umrën. Lufta duket se i ka lodhur Qurayshët. Ato janë më të lodhët. Ato kanë hub shumë bij dhe kanë hub shumë pasuri dhe autoriteti i tyre mon mesin e arabëve
nuk është sikur më parë. Madje autoriteti i tyre shumë ka ra. E thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nëse duan, unë jam i gatshëm të bëj paqe për një afat të caktuar kohor. E kjo është më, jo isharet i parë, po kjo është më, nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po tregon ai kushtet e tija. Unë e shoh se ju jeni lodh për në luftë. Po tash ne mund të jena në hujum, megjithatë ju jeni të lodhur nga lufta. Kështu që nëse e shihni të arsyeshme, ta bëjmë një armpushim, një paqe për një kohë të caktuar, tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, unë jam i gatshëm. Tha dhe të më lënë të lirë mes meje dhe popujve tjerë. Do me thënë ato nëse duan paqe, më doje mos që ata të më lënë të lirë, unë ta shprehi mendimin tim dhe thirrjen time. Nuk mund ato të thonë, jo ne do të lëmë të lirë, megjithatë ti s'ke të drejtë të bësh davet filanit, ja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse ata duan që ne të bëjmë armpushim, me dojë mos që unë të kem lirin e kontaktin me gjitha fiset. Nëse thot unë triumfoj, kjo çështje, kjo kauz triumfon, ata kanë zgjedhje. Nëse duan, mund të hynë në atë në të cilën kanë hyrë njerëzit. Çka është ajo? Islami. Nëse unë triumfoj, dhe ato e shohin se me të vërtet ne jemi triumfues, bujrum. Islami është tu, nuk i ka skundi. Po thot nëse nuk duan, atëre prishim marrveshjen e paqes. Por ama thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, nëse ata vendosin të kundërtën, do me thonë të na ndalin sot nga kjo çështje dhe nga ngritja e kësaj kauze, pasha Allahun do t'i luftoj derisa të më ndahet koka prej trupit. Pasha Allahun do t'i luftoj derisa të më ndahet koka prej trupit. Tha ky plak. Ato përcjell atyre këto fjalë, do me thënë këto muhabete janë mes meje dhe teje, apo janë muhabete që duhet më rrinë atje, ta përcjell atyre këto fjalë. Kompletësia. E pastaj shkon ki Budejl el-Khuzai, shkon te Qurayshët e po ju thot atyne, kam ardhur me disa fjalë, të cilat dua t'ua përcjell nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. E u çon me ndjelehtët e tyre dhe disa prej rinistave të tyre e i than atij, s'na duhen fjalët e Muhamedit, kthehu prej nga ke ardh. E më të pjekurit dhe të më të urtit prej tyre i than, veç pak. A mund na kallëzojsh fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam? Ani se flasin këta tri, këto çka duan le të flasin. Neve na intereson çfarë ka thonë ai për ne. E tha, ka thonë kët dhe kët dhe kët, dhe përfundon me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por ama nëse ata vendosin që të më ndalin nga kryerja e umres, do t'i luftoj derisa të më ndahet koka nga trupi im. E tash kush duhet dërgon negociator? Qurayshët. Kështu që Qurayshët do të dërgojnë 3 persona fillimisht. I pari prej tyre është Mikras ibn Hafs. Edhe pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam në momentin e parë që do ta sheh këtë burr, do të thot një thënie e cila nuk është e zakonshme për pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam. Do të thot hadha rajulun fajir. Ky është njeri i shthurur, i prisht. Sahabët as nuk e pyesin pse o i dërguari i Allahut. Thjesht i dërguari i Allahut e njeh dhe e kupton që është njeri i shthurur. Megjithatë ja thot njëjtat fjalë të cilat i ja tha aleatit të tij nga fisi Khuzaa. Tha përcill fisit tënd këto fjalë. Kthehet Mikras ibn Hafs dhe thot të njëjtat fjalë mi tha, sikur sa ti të parit. Pastaj ata do të dërgojnë një burr tjetër. Është el-Hils ibn Alqama. Ky njeri nuk është Qurayshi. Ky njeri është min al-Ahabish. Nëse i kujtohet dikujt prej jush fjalën Ahabish e kam përmend disa herë. Ajo është se Qurayshët kanë pat aleatët e tyre nga fiset beduine. Fis beduin çfarë do me thonë? Malsor më ka një kuptim pak më specifik. Beduin çfarë do me thonë? Endacak, fisi i cili nuk ka vendbanim të caktuar. Nomad. Kështu që Ahabishët janë aleatët e Qurayshëve prej këtyre fiseve, nuk është një fis, janë shumë. E ky el-Hils ibn Alqama është Kinani, nga një fis tjetër. Edhe kur dëgjon pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam se Qurayshët e dërgojnë një prej kryjeve të beduinëve, e kupton
se këta duan të negociojnë me lloj njerëz të ndryshëm, të fiseve të ndryshme, do me thonë të parive të fiseve të ndryshme. Kështu që kur vjen ky njeri I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, ky vjen nga një fis, të cilët e madhrojnë çështjen e kurbanit dhe madhrojnë çështjen e haxhit. Andaj thot në hyrjet Hudejbijes vendosni kurbanat tonë. Sa kurbana kish vetëm pejgamberi Allahu alayhi wasallam? 70 çka? Pula. 70 deve. Të gjitha me qafore dhe të gjitha me nishane se këto janë për kurbana. E kur hyn ki Hils ibn Alqame dhe e sheh se këta janë dveshët me ihrama, edhe kanë marrë kurbanat më të mirë, kjo e prek në zemër. Se kjo e madhron këtë çështje. E këtu duket strategjia e urtë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. E din armikun dhe e studion fort. Nuk shoh haj se bëhet inshallah, ha? Shkojmë ne pastaj e shohim si bëhet atje. Ne shkojmë dhe e dim si mendon pala tjetër. E dim ka e dërgon. E kemi studiu, e njohim kush është. E dim dem baba dem prej ardhjen e tij. Kështu që prej familjeve fisnike në përgjithësi dalin burra fisnik. E kur e sheh ky Hils ibn Alqam el-Kinani numrin e madh kurbanave dhe telbijen e sahabeve me zot madh, se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, do ta pritni me kurbana dhe me telbije me zot. Ju vetëm jeni tu prit kur t'ju çohet juve rampa, kur t'ju jepet leje, nisni për në Kabe, ju nisni. E sahabet bëjnë telbije, lebejk Allahumme lebejk. E kur e sheh ky Hilsi këtë madhështi, këtë pamje, nuk shon takot me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Drit kthehet te Quraysh. Thot o burra, si ka mundësi ne ta refuzojmë dika I cili ka ardhur në këtë gjendje don madhërimin e shtëpisë Allahut? Çka na tu bë? Pastaj ju përkujton Qurayshve aleancën me ta. Thot unë dhe fise që janë me mua nuk kanë bë aleancë me ju që t'i pengojmë njerëzit kryjnë haxhin dhe umrën. Unë edhe ju, ne kemi bë aleancë për diçka tjetër, ju për t'i ndalë njerëzit për të kryjë haxh dhe umre. Sa që qohët njani prej Qurayshve nga paria e tyre I thot, ulu dhe hesht se ti e beduin që s'ka dituri dhe s'merr vesh. Dhe kuptohet që ki Hilsi ofendohet. Andaj thot, sot qohem e prishi aleancën mes nesh dhe jush dhe ju e dini. Se me një fjalë timen të gjithë beduin të prishin aleancën me ju. Çka s'më thot? Atër qohet një prej Qurayshve të urtë, thot o Hils, ana jep vetëm pak afat. Ta marim prej Muhammedit alayhi salatu wasallam, atë cila është në interesin tonë. A bën të presish edhe pak? Mos prish kur gjë. Edhe na fal për këtë sjellje. Atëherë Qurayshët dërgojnë të tretin prej delegatëve të tyre. Ai është një burr I cili në të ardhmen do ta pranon Islamin. Emri I tij është Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Një nga arabët më autoritativ në fushën e diplomacisë. Me të vërtet kish vizituar Cezarin, Kisran e Persianëve dhe kish vizituar në Gjashiun e Etiopisë asaj kohën. Dhe kishte autoritet tek gjitha fiset e arabëve. Qurayshët do ta dërgojnë Urwen edhe pse nuk është prej fisit të tyre. Kjo është Thaqafi. Ndërsa Banu Thaqif kanë jetuar në anën e Taifit dhe është fisi më konkurrenti I Qurayshve. Banu Thaqif dhe Quraysh kanë qenë në gjithë shka konkurrent njëri tjetrit. Kështu që Urwa ibn Mas'ud do të shkon delegat në emër të Qurayshve për shkak se është nip I Qurayshve dhe I Mekës. Dhe kishte pozitë lart tek dajallarët e tij. Dhe kuptohet që ishte në fenë e Qurayshve. Kështu që do shkon tek I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam dhe do të ulet me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai thot Urwa: O Muhammed, çka mendon nëse ti e çrënjosësh kauzën e popullit tënd? Do me thonë, çka mendon nëse ti bëhesh sebeb që populli jot bjere për tokë mos çohet më asnjëherë? E askush prej arabëve nuk e ka bërë këtë të kaluarën. Ai pari ti do të jesh I cili do ta shkatron popullin e tij. Vazhdon dhe thotë Urwa: Ja ku janë Qurayshët? Kanë dalë me gratë, me fëmijët, me hajvanatin e tyre, baktin e tyre. Kanë vesh lëkurat e tigrave dhe leopardave dhe janë duke të prit për luftë. Do me thonë ata janë serios në këtë gjë.
dhe nuk do të hysh derisa të vriten për një. Ndërsa thot tek ju, çfarë shoh? E tash Urweja do të ne thonë bën do goditje në brez. E kuptoni? Bën goditje përmes së cilës synohet ulje e vlerës së njerëzve që janë përreth pejgamberit Allahut alayhis salam. Çka dëshiron ai me këtë gjë? Për shkak se aleancat në atë kohë ishin bazë fisnore, fisiot. Sa antar ka? 4.000. Ju jeni fisi dobët ose i fort, varësisht prej numrit. Kjo është relative. Kish fise me shumë njerëz, e fise me më pak njerëz. Kish fise më, do me thonë, arabizëm më të pastër dhe të tjerë, jo me aq arabizëm të pastër. Ama te pejgamberi sosem kishte gjithçka. Kishte rob sklever, kishte sklever të liruar, kishte arab, kishte jo arab, kishte Quraysh, kishte ensar, muhaxhirin, gjithçka, miks i gjithë kulturave dhe prapavive. Ajo që i bashkonte ishte çka? Pasaporta? Ajo që i bashkonte ishte dini Allahu xhallahu ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i ndershmi, më i miri, më me pozit për jush tek Zoti juaj është kush? Ai i cili është më i devotshëm. Kaq. Bilali i zi, sklav gjithë jetën e tij në Mekë, kishte pozit më të lartë se plot prej atyre të cilët ishin Quraysh. Të afërt me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam në gjak dhe në prejardhje. Suhejbi, Selmani, ai tjetri, Jemenasi që kishin ardhe dhe kishin pranuar Islamin, kishin pozit më të lartë se shumë prej atyre të cilët ishin prej Qurayshve dhe dje kishin pranuar Islam. Kështu që tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte një kriter. Ai është devotshmëria. Mirë po Urwa ibn Mas'ud e sheh se kjo nuk shkon me kulturën e përgjithshme në Arabinë asaj kohe. Si ka mundësi ti me këto njerëz nga prejardhjet ndryshme, fiset ndryshme, statuset ndryshme shoqërore, të kundërshtojsh arabët të cilët grupacionet e tyre i kanë bazë fisnore, bazë të shtresës shoqërore në cilën janë e kështu me radhë. E kështu që e thot një fjalë. Thot pasha Allahun. Unë nuk shoh burra në mesin tuaj. Unë nuk shoh fytyra burrash në mesin tuaj, por shoh njerëz të përzier dhe të cilët do të ikin dhe do të lanë. Sikur i thot Urwa është fjalë kërcënuese. Ju tash kur të binin konflikt me Qurayshët, kur dëshirosh të hish në Mekë, dhe kur të filloni të luftoni, kitë këto do të lanë. Se do të shohin të vranë. Edhe krejt do të ikin. E afër pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam ishte një burr që ka emrin Ibn Abi Quhafa. Kush është? Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. E jalshon një çam e këtij Urwës. Çam e bash. Po. E mos kishte fëmijë, kishin thonë. Megjithatë, jo ta thojna se farfjale e bukur është e formuluar, por për të treguar njeriu më i mirë pas pejgamberëve të Allahut, morali i së cilit është shkruar dhe regjistruar në çdo regjistër të historisë dhe të hadithit. Megjithatë, kur është bë pa drejtësi nga ana e atij i cili flet në këtë rast negociatorit, ja ka kallëzuar vendin ku e ka. Ka thonë e bofsh këtë edhe këtë. Edhe pse kjo e shame thuhet për nanën tek Arabët. Mirë po, Abu Bekri nuk ja ka thënë për nanën. E dini për kujt ja ka thënë? Për Latin, Zotin e tij. Ka thonë e bofsh këtë dhe këtë Latit. E Urwa ibn Mas'udit është çudit o vëlla. Mesin në këtë derexhe dhe njëri me mshamu, kurse unë jam krye negociatori i arabëve. Është kthy nuk e ka njoftë Abu Bekrin. E ka thonë, ja Muhammed, men hadha? O Muhammed, kush o ky? Ka thonë, Ibn Abi Quhafa. Ka thonë, pasha Allahu. Mos kishte një të mirë që ma ka ba mund të kalumen, dhe unë si akom pagujen dhe atë mirë, kish pa i pimuni që ndrim pak më ndryshë. Ama e ka për ty për Urweja. Se Abu Bekri e ka blejnë të kalumen atë. Për qatë njerëzit blehen me mirësi o vlezër. Armike ke. Po kur ja bën një të mirë dhe ka pak shpirt fisnik, ky njeri do ta di atë mirë pa marr parasysh në çfarë situate je.
Ka thonë mos ishte çajo e mirë të cilën nuk ta kam kthy. Ndryshe qëndrim kisha pat. Më pas thot, vazhdoj të folë Urwa ibn Mas'udi dhe në stilin e arabëve sa herë që fliste, e prekte mjekrën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Fol, e prek mjekrën. Fol, e prek mjekrën. E ka ana tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte një burr, i cili për dallim nga sahabët tjerë kishte dveshur parzmore dhe helmet. Dhe e kishte fytyrën e mbuluar. Do me thonë, ky është ushtar, këto tjerët janë çfarë? Të në mregji. Ama kjo pak më ndryshe. E thot sa herë që aje prekte mjekrën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ky me kallofin e shpatës ja prekte dorën. Jo me shpatë. Me kallofin e shpatës ja prek dorën. Sa që ki folën dhe ja prekën mjekrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe sfundi herë i thot hiqe dorën, ose mos e prek mo mjekrën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, se nuk do kesh dorë e cila do të kthehet tek vetja yt. U krimo. Edhe pse ky stil tek arabët ishte norm, ajo është se njeriu kur donte që të zbut, e prekte mjekrën tande. E Urwa e bën këtë gjë. Mirë, po ky 2-3 herë ja tërheq vërejtjen, ky nuk vazhdon. E kur i thot për sfundi herë, thot, o ti, largoje dorën se nuk do të kesh dorë e cila do të kthehet tek vetja yte. Ta pres dorën. I tha ky plaku, sa i vrasht që je dhe pa zemër. Dhe e pyti pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. O men hadha, e kush është ky? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qeshi. Situata është për qesh. Se ky edhe ky janë një familje. Ama Urwa nuk e njofti. Erdhi në transmetim që ai e njofti pasi pyeti kush është dhe qeshi pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Transmetim tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, hadha ibnu akhik al-Mughira ibn Shu'ba. Ki është djali i vllaut tant, al-Mughira ibn Shu'ba. Baba i Mughiras e kishte agj Urwa ibn Mas'udin. Bash minç. E i thot ki agjës vet, largoje dorën se ta pres dorë. Mirë, po Urwa ja tash vazhdon me stilin e vet, thot, o, ki tradhtara, se ka një histori. Ki tradhtar po më thot mu hiqe dorën. Pa ende, thot, unë vazhdoj të ta laj tradhtin tande. Ka për qëllim se Urwa al-Mughira ibn Shu'ba, përpara se ta pranoj islamin, në gjahiljetin e tij, kishte shku në Egjipt. E në Egjipt takohet me prijesin e Egjiptit. E ai kishte një 2-13 shokë. Këto 2-13 shokët bojnë biznes atje dhe ai ju jep shumë dhurata kur kthehen për në Arabi. Mirë, po nuk i jep dhurata Mughiras. Hiç gati si jep. Ose është transmetuar që ato e kanë bën që kitë dhurata ti marrin ata, e ati mos t'japin kurrë. Kështu që një net pinetve, kur dalin pi Egjipti, dhe dalin nga dishullin arabik, gjatë natës pinë alkool dhe dehen. Të gjithë. Mesin e tyre edhe al-Mughira ibn Shu'ba. Dehen edhe ai nati i brendshëm i Mughiras e prek në periudhë ose në gjendje të dehjes së tij. Kështu që merr shpatën dhe i vret të gjithë. Dhe ata ishin nga fise të ndryshme. Kështu që Mughira ibn Shu'ba do të haratiset. Dhe këto fise, bitës së cilëve u vran, do të lypin gjakun prej kujt? Prej Urwa ibn Mas'udi dhe familjes. Ky është haratis, po kush e pagun gjakun e bijve tonë? Andaj Urwa i thot, o, ky tradhtara, po unë ndeve jam të e paguj tradhtin tande. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam reagon. Dhe këtu duket urtësia e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në aspekt tjetër. Ajo është se këtë çka e tha al-Mughira ibn Shu'ba, largoje dorën, ta pres dorën. Muhabeti jot me Ebu Bekrin, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam është vetëm spektator, nuk përzihet muhabet. As nuk thot Ebu Bekrit gabim ke bë. As nuk i thot Mughiras mos i thuj ta pres dorën e kështu me radh, por ama kur ky akuzon Mughiran me tradhti, i duket të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam sikurse edhe mua m'akuzon. Kështu që thot pejgamberi Allahu alaihi salatu wassalam.
sa i përket islamit të tij e pranojmë. Ama sa i përket pasurisë që ka marrë, ne s'kena lidhje me pasurinë e tij. Do të thonë ajo pasuri s'ka lidhje me ne. Atë çka ka bën Mughira në xahiljetin e tij, është problemi i tij. Ama sa i përket islamit të tij, ne nuk refuzojmë askant. Dhe kjo është një kaide, është një rregull vëllezër. Se kushdo qoftë që vjen tek ne me islam, pa marrë parasysh bagazhit të tij, të kriminalit që e ka pat në të kaluarën, ne pranojmë islamin e tij. Ama nuk ja bëjmë qejfin në zullumin dhe kriminalin që e ka bën të kalumen. Haj se mashallah ki bandit i madh ka konë vëlla. Ky kur ka koll, kërrejt kriminalët janë tut. Kjo nuk është për tu lavdu. As pa nuk i qesim kriminalët, të cilët nuk e kanë dëshmu veten e tyre në krye të vendit. Ja. Al-Mughira ibn Shu'ba ka qëndruar afër pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam për shkak të aftësisë së tij në di aspekte. Aspekti i parë, ai është nipi Urwa ibn Mas'udit. Al-Mughira ibn Shu'ba do të vdes në vitin 50 e diçka hijretit. Është një ndër arabët më të njohur me diplomacinë histori. Mbaje mend këtë gjë. Se në familje e kanë pat këtë gjë. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do ta afron se e din se te ky mund mbështetna për mendim dhe për taktika negocimi. E dyta ishte trim dhe ushtar me cilin krenohi çdo kush. Kështu që qëndro afër. Din të negocioje dhe është shumë trim. Ama kur neve na vishen krimet atij, thonë ja, Islami atij është Islami jon dhe ne e pranojmë. Ama krimet e tija, ne s'kena lidhje. Ne s'kena të bëjmë me krimet e tija. Kështu që vëlla, ndaj njerëzit nga e kaluara e tyre. Tek ne njerëzit dhe raporti jon ndaj tyre është kur ata kthejnë rrugën e drejtë. Përpara çka ka bajnë, mos e mbroj o vëlla. Mos e mbroj veten tënde në gabim, jo mo dikë tjetër. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po i thotë Urwës se i përket islamit të tij, ai është i mirë se ardhat e pranojmë. Ama çka ka bë diçka tjetër, ne nuk e pranojmë, as nuk e tolerojmë këtë gjë. Kështu që Urwa ibn Mas'ud vazhdon dhe flet me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe mendimi i tij se te këta sahabe nuk ka burra dhe nuk shoh fytyra burrash do të ndron për disa çaste. Kur do të ri pak me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe do të diskutojnë dhe do të shohin se si mund ta zgjidhin problemin, do të sheh që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam si çdo një njeri tjetër pi ujë dhe ka marrë abdes në prezencë të Urwës, se kjo ka qenë qëllim, prej qëllimeve të davetit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam është që të shfaq përpara njerëzve ritualet fetare para tyre, nuk është turpruar. Andaj ka thirrë për ujë që të merr abdes, dhe ka filluar që të merr abdes dhe ka pshty pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam, gjatë madmadas dhe istinshakut të tij, shpërlarjes së gojës dhe hundës. Kështu që kur ka pshty, thotë Urwaja, sahabet luftonin kush do ta kap pshtymën e tij. Andaj thotë e merrnin dorë pshtymën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fërkonin me të trupin e tyre. Nga se muslimanët besojnë se gjithçka që është në trupin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe është e pastër, ka bereqet në të. Dhe lejohet kërkimi i bereqetit prej saj. Kështu që thotë pshtymën e merrnin dhe e fërkonin me të trupin e tyre. Andaj thotë uji me cilin merrte abdest nuk bjente asnjë pikë nga uji i tij në tokë. U vriqin njëri me tjetrin cili do të kap diçka prej ujit të tij. Kur urdhënonte, luftonin cili i pari do ta zbatoj urdhrin e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Këtë skenë, vetëm këtë skenë, do ta merr Urwa ibn Mas'udi dhe do ta përcjell bashkë si është te Qurayshët. Dhe do t'ju thot atyre. Unë kam vizituar Cezarin edhe Kisran. Kam vizituar Egjiptin dhe Etiopin. Kam vizituar mbretër dhe prijës të ndryshëm të fiseve, po nuk kam parë njerëz që e duan aq shumë prijësin e tyre, sikurse shokët e Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam parë. Kjo është diçka e veçantë. Andaj është mahnit Urwaja me pamjen që e ka pa nga sahabët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj e përshkruan abdesin e tij, e përshkruan urdhrin e tij, e përshkruan dhe për çështjeve interesante thot, asnjëri prej tyre
nuk e shikonte në sy pejgamberin e Allahut alayhi salatu wasalam nga respekti dhe madhrimi që ja bëjshin pejgamberit Allahut, se cili kryen të poshtë. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ky burr Urwa ibn Mas'ud vëllezër nuk e pranon Islamin. Tamam e përcjell këtë lajm, megjithatë përcjellja e tij e lajmit dhe negociatat e tija me të dy palët do të luajnë rol kyç në arritjen e asaj që më vonë do të njihet si marrëveshja e Hudejbijës. Po çka ndodh me këtë burr? Ky burr do ta pranoj Islamin më vonë. Dhe do shkon te pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam në Medinë dhe do të dëshmoj shahadetin. Pasi të dëshmoj shahadetin do të lyp leje nga i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam. Ja Rasulullah, a më jep leje që të shkoj tek populli im në Taif dhe t'i thras në fenë e Allahut? Tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, kam frikë mos të vrasin. Tha Urwa ibn Mas'ud, ja Rasulullah, ata frikohen të ma nxjerrin, do me thonë të më zgjojnë, të ma qesin gjumin kur flej. E jo mo të më vrasin. Kur flej, ata aq shumë respektojnë sa që s'don të më zgjojnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë shko. Shkoi Urwa janë Taif dhe ditën e parë takohet me parinë e fisit të tij. Dhe i thret ata ndinin e Allahut dhe aty nëse ju vjen as pak mirë nga ajo që dëgjojnë nga Urwaja. Ditën e ardhshme namazin e sabahut, çotë Urwaja mbi kulmin e shtëpisë së tij dhe e thret ezanin. Dhe kur mrin të shahadeti, dalin disa prej luftëtarëve të fisit Banu Thaqif dhe e gjuajnë me shigjeta dhe e vrasin Urwen. I shtyr në mosh një ndër njerëzit më autoritet në Arabinë asaj kohe. Megjithatë, kishte besim të madh se autoriteti i tij do të jetë i mjaftueshëm për ta thirrë fisin në dinin e Allahut. Por ama pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte provu këtë më herët. Kishte autoritet, ishte besnik në popullin e tij, por ama ata e dëbuan, ata e luftuan, e persekutuan dhe bën çmos kundër pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam. Andaj i tha, kam frikë mos të të vrasin. E Urwaja tha, ja, shansa nuk ka. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mbështet ju Allah. Shkoi Urwaja, thirin fejnë e Allahut dhe u vra. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam kur dëgjoi lajmin e tij, tha Urwaja është sikur se ai burr në surën Yasin, i cili e thirrte popullin e tij në fe, ndërsa ata e vranë. Është transmetuar që pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam ka thënë: I patapa pejgamber, do me thonë në ëndër ose në Isra dhe Mi'raj, natën e Isras dhe Mi'rajit. Dhe pejgamberi që më shumti Musa a.s. thot i ngjante filan fisit, një prej fiseve të Jemenit, do me thonë i hollë e i gjatë. E pash Isën a.s. dhe njeriu që më shumti i ngjante në pamje ishte Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Ky sahabe. Dhe e pash Ibrahimin a.s. dhe njeriu që më shumë i ngjante jam unë. Do me thonë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Pas kësaj, pas i shkon Urwa nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam dërgon dy sahabe. I pari prej tyre është Hirash ibn Umayya, radhiyallahu ta'ala anhu al-Khuzai, nga fisi i Khuza'a që e përmendëm pak më herët. Por ama kur të hynë Mekë, Qurayshët do ta shohin se nuk është pi Qurayshëve, gjëja e parë që do të bëjnë, do të mundohen ta vrasin delegatin, që në atë kohë ishte thyrje e konventave ndërkombëtare. Por ama dikush prej tyre do të pengon nga vrasja e tij, po do t'ja vrasin devën dhe do ta kthejnë prapa në Hudejbije. Më pas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam zgjet njërin prej sahabëve, thotë ti Omer, çu. Kush është ai? Umar ibn al-Khattab. Thotë Omerit, jo Omer, përgatitu se ti je delegati jon të Qurayshit. E Omeri është prej sahabëve më autoritativ. Megjithatë Omeri thotë ja Rasulullah. Nga fisi im në Mekë s'ka askush që më del Zot. Asnjë. Dhe ti e din ashpërsinë time ndaj Qurayshëve. Nëse Hirashin këndash ta vrasin dhe ja kanë vrarë devën, çka mendon se bëjnë me mua? Po tha kam një njeri i cili është më i mirë për këtë mision. Tha kush? Tha Uthman ibn Affan. Atëherë pejgamberi Allahu s'e mu pajtu. Tha thirrë Uthmanin. Këtu Omeri është frikacak? Ja. Po Omeri është i urtë, e din se unë nuk jam për këtë punë.
është dikush tjetër. Andaj flet me komandantin e tij në aspekt që çka është më mirë. Thirrë Uthmanin, ai është më i përshtatshëm për këtë punë. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thret Uthman ibn Affanin dhe do ta dërgojë Uthman ibn Affanin në Mekë si delegatin kryesor në emër të muslimanëve. Për detajet e kësaj dërgese dhe negociatave, episodës së negociatave tjera, do të flasim në gjërat e ardhshme inshallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.